Përshëndetje nga një video e re, Sweet November. Jam bërë gati, sot është e mërkur dhe kemi shkollë dhe t'ju tregoj pak outfitin shpejt. Sot është ka nisur dhe panajeri i librit sepse është data 12 edhe është aty te pallati i kongreseve, do bëj një xhiro. Edhe outfiti është kështu. Jam frymzuar pak nga Julia Roberts, viteve 90, prandaj kemi këtë xhaketën, shikoni çfarë firme është kjo xhaketa dhe googloni pak se sa kushton kjo xhaketa. Prisni. Kjo është ndër xhaketat më luksoze, kjo firma. Edhe çmimi i kësaj kushton shumë. Është ndoshta gjëja më e shtënë që kam unë në garderobë. Edhe e adhuroj sepse shikoni pak materiali, njëherë s'ngel reja që t'i thoj ka super material, po kafe ka këto vija të holla ngjyrë blu që është perfekte. E kam kombinuar me çantën polen, sepse këtë e kam shumë të rehatshme kur kam shkollë sepse është e madhe, e pse do ikim sot me biçiklet, dhe kam veshur një palë xhinse të thjeshta, duhet të jenë nga Zara. Kam veshur këtë bluzën që është kështu pambuk nga Zara që e bleva herën e fundit. Kombinuar me tabit. Se shikoni se të bukura që janë moj. Kanë të ngjyrën kafe të pjekur, siç është xhaketa, edhe çanta, fiks një veshje për shkollë që je rehat. Më pëlqen shumë sepse xhaketa është oversize. Edhe shkoni sa bukur që rika super prerje, sidomos tek vatat, e adhuroj realisht. Sa më pëlqen. Vendosim edhe syzet, mirë që do shkojmë dhe në panajër, edhe më pëlqen ky luku që duket fiks me syze, edhe pse këto syzet janë shumë transparente janë, por janë për mbrojtje me filter blu për kompjuter, telefon, por edhe për të shtuar lukut, janë shumë të bukura. Ka një dalje Julia Roberts të tillë se edhe flokët më janë bërë si në të kuqe, pak ginger, edhe shkojnë shumë. Flokët po bën goxha ditë që nuk i kam lar, po me shampon e Ada Herbs marrin super volum, sepse unë nuk përdor kur shampo të thatë apo llak. Dhe është çdo gjë fal produkteve të Adas. Edhe ky është kombinimi, shpresoj t'ju ketë pëlqyer, edhe të shikoni shumë bajon në për çanta, por nuk do ta marr me vete sepse nuk kam kohë të lexoj. Luajm pak buzët, ndërkohë këta që shiten tek Rossmani, që është ky lip gloss, është shumë e mirë. Dhe ju sugjeroj. Kushtojnë shumë pak, por aman janë të preferuarit e mi. Tani të ikim të nisim ditën. Unë jam e sigur sa dal në shtëpi do t'i heq syzet, kështu po i heq tani. Edhe po të paktën po nis po i mbaj në shtëpi për atë që i kam marrë. Po kështu të dal kështu, unë nuk mbaj, jam tip që s'mbaj dot as syzet. Oh, the lilac snow drifting down so soft and slow outside my window. I watch it go. Oh, the lilac snow. And though the world may seem so still, it's coming in a distant chill with the memories of winters past, of the ones I wish would have lasted. Oh, the lilac snow tells secrets of long ago, of carols sung, of gifts we've known. Oh, the lilac snow whispers softly on the wind as memories
Once the candles on the tree glow, softly lighting up the lilac snow. Then the quiet of the winter night was filled with wonder and pure delight. Oh, the lilac snow tells secrets of long ago, of carols sung, of gifts we've known. Oh, the lilac snow whispers softly on the wind as memories come flowing in, as the lilac snow falls low. Hadi müziğim voilà. Respira. Vitrita. Hadi Vitrita. Vitrita. Vizinho, Rimonga. Hello, erdha në shtëpi dhe ku kam bukur se të vish edhe të sjellësh me vete edhe gjëra të bukura. Kemi një hall nga Amitjelle Studio, është brendi i Altës, besoj se e njihni Alta që bën dhe video në YouTube dhe juftoj që ta ndiqni, dhe kishte bërë ulje dhe aq shumë gjëra të bukura kishte. Më vjen natë që nuk ka pa dot kostumi me zinxhir që ai famshmi, besoj se keni parasysh kush është, që ka ato tre ngjyrat pastel. Dhe nuk e ka pa dot masën time, por nëse i them bravo Altës dhe shumë suksese, sepse bën një punë të mrekullueshme, shumë të bukur. Është fiks një brand në të njëjtën shkallë me brendet ndërkombëtare dhe më pëlqen shumë. Porosita një bluze pastel ngjyrë roz që është fantastike. Live është shumë herë më e bukur, edhe unë mezi po pres që ta stiloj, do të marrë me vete në Prag, edhe shkoni sa e bukur që është. Mendo, ky shalli ka dalë këtë vit shumë në modë, por Alta e ka nxjerrë që vjet. Edhe është ky shalli që vendoset. Është shumë karamele si ngjyrë, edhe shikoni pak diçka tjetër që më pëlqeu, është edhe detaj i qëndisjes që ka edhe emrin e brandit. Shkoni sa të bukura të gjitha detajet, realisht një punë fantastike dhe copa duket shumë cilësore. Unë mezi po pres ta kombinoj, dua që ta vesh me diçka gri poshtë, por do më pëlqente me një fund të shkurtër gri, po besoj se në Prag është ftohtë, do ta vesh këtu në Tiranë dhe do kalojmë edhe këtë shallin. Mund ta veshësh edhe me xhaketë gri sipër dhe ta mbash shallin kështu pak sipër, edhe duket shumë bukur. Menduam edhe për ditët e ftohta në Prag, edhe duhet me fat tjetër një pellush i ngrohtë, edhe sot mora një pasë tjetër. Shkoni sa të bukur që e ka paketimin, nuk kam lënë edhe një video të shkurtër për të parë të gjitha detajet. Vjen me këtë kartolinkën, shonë në ngjyrë kafe, ka që bukur. Edhe me letër vanil, me sticker, edhe më pëlqen shumë tek pjesa e qafës, që e ka goxha të lartë, edhe shikoni ngjan si një qenur, si një pudëll. Edhe është me astar brënda,
Edhe për më shumë do të ma shikoni në prag veshur, ka një material aq të mirë, është aq i butë, fiks fare si pudëll. Më pëlqejnë shumë të dyja gjërat që janë nga Mitjele Studio. Edhe mezi pres i kombinojmë, më ndiqni në Instagram për të parë kombinimet, se si do i bëjmë. Të gocat e mia jam lodhura shumë, kishin të shkolla sot, do zbërtheni modele fundesh, thjesht dysha gjente foto dhe thosh do zbërtheje, ishte aq e vështirë. Ma tregova pak tek fletoria, shumë e vështirë, realisht, një model nuk e bëra dot. Kishim 4 modele gjithsej, modelin e tretë thash, jo, nuk e bëj dot, u qetësova pak. Edhe pastaj kalova te modeli 4. Modeli 4 ishte më i vështirë, por atë mendoj se e kapa. Shkolla për fashion design është e vështirë, prandaj duhet që t'i përkushtojmë pak më shumë, sidomos me formulat, me pjesën e matematikës, ka aty pafund. Unë matematika është pika ime e fortë, dhe duhet që ti dhe marrës, lutem më mëso, si në kohërat e vjetra. Edhe kështu gocat e mia tani do qetësohen, do rri pak të divani im, do ha pak telenovelat spanjolle, nuk e din nëse shikoni atë jo. Të që po më zhurëm këtu, atë sokajo, novelas, një diçka e tillë. Edhe shifemi gjatë mbrëmjes pas ditës. Mirëmëngjes nga një ditë tjetër. Mirëmëngjes nga një ditë e re. Dhe jam këtu me Alfion, por nisemi do pim kafe në mëngjesit bashkë. Anisa po erdha në shtëpi, edhe u mora pak me iPadin, me një video, me një reels që kam për ta dorëzuar, edhe vajta pak te studioja, se kisha pak punë, edhe erdha, hëngra nga këto. Nuk e din që se i keni provuar këto. Unë blete më dëja, por janë shumë i yummy. Edhe bëra si koktejl, edhe këto salqicet, edhe kështu. Nuk kam bërë asnjë gjë për dreke edhe po përtoj kaq shumë, por dhe më hahet në fakt. Kam dhënë pak mishin që të shkri, mish pule për të bërë një supë. Dhe po xhiroj me kamerën e vogël. Si dukem. Por, po më shijon ka shumë që të rritë ky krevati ngrohtë, sa nuk e keni iden. Edhe si një pasqyrë këtu, është kamera e iPadit. Ky iPad realisht ka dalë shumë i mirë dhe jam super e kënaqur. Është fantastik.